Faleminderit. A më ndërgoni cili është qëndrimi juaj në lidhje me letrën e abdikut nëse keni planuar tashmë? Së pari duhet t'ju them që ka informata të pa mjaftueshme për me dhënë një qendrim. Natyrë ne jemi njoftuar, ne ka njoftuar zoti Abdixhiku. Dhe pasaj këtë që kemi pas informata është ajo që kemi pa në media përmesisht. Dhe unë besoj që është e pa mjaftueshme informacion për dhënë një qendrim rreth propozimit. Peres që në ditët vijim të kemi çka nuk kupton kjo. Ka shumë pyetje që duhet rreth këtij propozimi për të pasur një qendrim ashtu siç duhet politikë. Dhe sot në mungesë të këtyre informacioneve, unë në pres ditën e vijim që të marrim informata shëndetësore. A keni këtu një letër që ai të tani këto informacione se çka sa s'ka letër, se s'kemi pas letër, komunikim me letër. Na kanë njoftuar. Dhe propozuesi pres mbaj hapet. Çfarë informacioni duhet? Pasi na deri në konferencë kemi pyetur se na Abdixhiku për pozicione për shumë e di që kemi pyetur atë që kur të ulemi në tabullin do t'i diskutojmë. Për ata do duhet që kjo propozim është këto tema janë serioze. Dhe nuk mundeni ju me një përmes një financimi me dhënë qëndrimin politik, pa pas informacione të plota për çka po flitet. Cili është informacioni që ju duhet, juve? Gjitha. Çfarë do të çka kam menduar. Si e sheh? Të shumë tema tjera pyetje tjera që duhet të bëjmë. Fesë për takim nga zoti Abdixhiku për me diskutuar për propozimin që ka bërë. Besoj që propozuesin duhet ta pyetni nëse fton, a këtë çka mund me përgjigjur nëse kemi ftesë ne do të përgjigjemi më shumë me dëgjim. Si tjera të është ai që si duket ideja e një qeverie tranzicionale? Ju e dini, ideja ime është dhe në fakt ajo që duhet me qenë është të preferoj që qeveritë e shumicës. Qeveritë e shumicës. A mund të ndodhë që të ketë qeveritë e shumicës? Kosova ka nevojë për një qeveri shumicë, po mund të ndodhë. Sepse ka potencial për të krijuar shumica. Po si do që tjetë, do të shumë i rrugës, do një mirë shumë. Është këto? Shumë mirë. Dhe besoj që rrugës do ta shohim si do të shkojë. S'moni me diskutu, se keni planuar të asnjë letër, e keni këto për diskutimet kështu në borë. Aha, po të jo na folëm, po kam që tash propozuesit besoj që na ftojnë. Nëse na ftojnë, ne do të përgjigjemi. Sikur që kam thënë në kaluar, ne do të përgjigjemi ftesave të tilla, të cilat kanë bënë përpjekje për gjetur zgjidhje. Jo gjitha propozimet që është zgjidhje, po shumë rëndësi që të bisedohet dhe të gjendet një zgjidhje. Edhe herë, ne preferojmë qeveritë të shumicës, ose shumicë parlamentare. Kosova është në atë nivel tashmë më sa vite, ose mes 20 e sa vite. Kosova ka votuar, Kosova ka mundësi këtu, partitë politike për të ndërtuar një shumicë parlamentare që në kuptojnë edhe qeveritare, edhe për të marrë përgjegjësi për qeverisë vendit. Po si do që gjitha propozimet avlin duhet me seriozisht të diskutohen, të trajtohen, dhe në fund të japim mendime, dhe unë natyrisht do të jap mendimet e mia aty, dhe pastaj do të ju.